besimishëm edhe sot është një moment i mirë për demokracinë në Kosovë, sidomos demokracinë lokale. Gjithë qytetarët e komunave të Kosovës kanë një shansë të jashtëzakonshme për të vlerësuar punën, angazhimin e atyre që kanë qenë dhe për të mundësi vetes tyre për të përmirësuar jetën në lokalitete. Unë besoj si gjithmonë komunat e Kosovës, qytetarët e Kosovës do të vlerësojnë punën e secilit veç e veç, secilit kryetar, dhe mbi bazën e punës presë shpresoj që të votohet dhe të vlerësohet përmes votës. Po ashtu dua të them, unë dua sonte që kur kandidatit fitues të shpallin fitoren, shpresoj që në atë fitore kanë fituar qytetarët, e jo vetëm ata vetë. Ka raste shumë në Kosovë që sonte ka shanse që kandidatët fitojnë së bashku me qytetarët, sepse kanë ofertat të cilat nëse votohet për kandidat tillë kanë fituar edhe qytetarët e komunave dhe presim çfarë rezultatesh. Faleminderit.